Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot do të përgatisim së bashku një gjellë verore, duke qenë se jemi në stinën e verës dhe perime kemi plot. Kjo është një recetë që ne përgatisim në familje gjithmonë, prandaj këtë herë recetën vendosa ta ndaj edhe me ju. Për këtë recetë ju duhen pak përbërës dhe në fund fare do të përftoni një gjellë shumë të shijshme që në familjen tonë gjithmonë e shoqërojmë duke i ngjyrë me çapa buke. Tani le të nisim pa humbur kohë me përgatitjen e recetës. Në fillim, në një tenxhere do të hedhim 3 ose 4 kokra qep mesatare, të cilat i kemi prej rimët, dhe i hedhim në një tenxhere ku kemi shtuar pak vaj ulliri ose pak gjalp. Qepët do t'i lëmë që të zbuten mirë, duke i gatuar avash në zjarr mesatar. Do t'i gatuajmë qepët duke mbuluar ato me kapak dhe duke trazuar her pas here, derisa të shikoni që qepët kanë filluar të zbuten komplet. Në total, ky proces do t'ju marrë diku te 5 ose 6 minuta duke i gatuar qepët në zjarr mesatar. Kur do të vini re që qepët kanë filluar të zbuten, në tenxhere do të shtojmë edhe 2 ose 3 speca të grir imët. Mund të përdorni speca me ngjyra të ndryshme. Edhe specat do t'i lëmë të gatuhen së bashku me qepët për të paktën 3 ose 4 minuta të tjera në zjarr mesatar. Mos harroni që tenxheren ku do të përgatisni gjellën ta mbuloni me kapak në mënyrë që përgatitja e kësaj recete të bëhet më shpejt dhe në këtë mënyrë qepët dhe specat do të zbuten edhe më mirë. Gjithashtu gjatë kësaj periudhe mund të shtoni në tenxhere edhe erëzat. Ne për këtë recetë përdorim vetëm krip, pak piper të zi dhe piper të kuq. Nëse doni mund të shtoni edhe pak salcë domate ose salcë speci. Kjo varet në dëshirën tuaj. Mos harroni që gatimin e kësaj recete ta bëni në zjarr mesatar dhe vazhdimisht të bëni trazimin e specave dhe të qepëve. Ndërkohë që specat dhe qepët gatuhen në zjarr, ne do të bëjmë edhe gati domatet. Për këtë recetë un kam përdorur diku te 4 ose 5 kokra domate mesatare, të cilat në fillim i qërojmë nga lëkura. Dhe pasi domatet janë qëruar nga lëkura, i presim ato dhe në momentin që shikoni që qepët dhe specat janë zbutur mirë, në tenxhere do të shtojmë edhe domatet. Tani do t'i trazojmë të gjithë përbërësit së bashku dhe do t'i lëmë të gatuhen për të paktën 2 ose 3 minuta ose derisa të shikoni që masa e tiganit e ka përthithur të gjithë lëngun që ka lëshuar domatet. Kur në tigan nuk ka më lëng nga lëngu i domateve, ne do të shtojmë 2 gota të vogla me ujë, i vendosim gjellës kapakun dhe e lëmë të ziejë në zjarr mesatar për të paktën 10 deri në 12 minuta. Kozgjatja e zjerjes varet edhe nga soba që keni në shtëpinë tuaj, por edhe se sa me lëng e doni të gjellë në fund. Rëndësi në fund fare ka që perimet të jenë zjerë mirë, të jenë zbutur mirë. Ne në fund fare preferojmë që këtë gjellë ta servirim me pak lëng, duke qenë se e servirim gjithmonë duke i ngjyrë me çapa buke. Po të doni mund ta servirni edhe me pilaf, si të keni dëshirë. Kjo është një gjellë e thjeshtë verore me pak përbërës, por që ne e shijojmë shumë. Është receta që ne jemi rritur, prandaj mua më kujton gjithmonë kohën e fëmijërisë dhe mami ma gatuan gjithmonë në këtë mënyrë. Sot recetën e ndava edhe me ju. Shpresoj shumë që kjo recetë ju ketë pëlqyer. Nëse po, mos hezitoni të jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani me miq dhe familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu, mos nguroni të abononi në kanalin tim, si dhe të shtypni zilën e vogël anash kanalit, në mënyrë që të njoftoheni se në kanal postohen recetat e reja. Ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme.
Bashkë dëgjojmë sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.